Përshëndetje, unë jam Artan Boqi nga Partia Shpresa Demokrate e Shqipërisë. Ju rikujtoj edhe një herë që Partia Shpresa Demokrate u themelua në vitin 2002 nga misionari shqiptaro-amerikan profesor Pëllumb Gani Pilinçi. Vazhdojmë me prezantimin e programit. Rikthimi i pasurive të vjedhura. Drejtësi për popullin shqiptar. Për dekada të tëra, pasuritë e popullit shqiptar u grabiten nga një grusht njerëzish, udhëheqësit komunist dhe pasardhësit e tyre, të cilët shfrytzuan pushtetin për të jetuar në luks, ndërsa populli vdiste në varfëri e mjerim. Ata ndërtuan perandori të fshehta me djersën e shqiptarëve, duke depozituar miliarda jashtë vendit, ndërsa Shqipëria lëngonte në uri, frikë dhe shtypje. Kjo padrejtësi historike nuk do të mbetet pa përgjigje. Partia Shpresa Demokrate garanton se çdo qindark, çdo pronë dhe çdo pasuri e vjedhur nga populli do të rikthehet aty ku duhet, në duart e qytetarëve shqiptar. Asgjë nuk do të mbetet e fshehtë. Hetimet do të zbardhin çdo skem korruptive, çdo llogari bankare sekrete, çdo transakcion të errët të bërë në kurriz të shqiptarëve. Pasuritë e fshehura në banka të huaja, pronat e palujshme të vlera me gjakun e këtij kombi do të rikuperohen dhe do t'ju rikthehen shqiptarëve. Nuk do të ketë më privilegje përbite nomenklaturës. Nuk do të ketë më fshehje pas sistemit të drejtësisë së kapur. Kushdo që ka përfituar nga vjedhja e një kombi të tërë do të dalë para ligjit dhe do të përgjigjet për krimet e tij. Këto pasuri nuk do të mbushin më xhepat e pak njerëzve. Do t'i përkasin popullit shqiptar. Ato do të shpërndahen në mënyrë të drejtë shqiptarëve pa dallim. Koha e heshtjes ka mbaruar, historia do të vendoset në binarët e saj të drejtë. Pasuria e shqiptarëve i përket shqiptarëve dhe ajo do t'u kthehet me çdo kusht. Ju falemnderit.